Kam nderin t'ja kaloj fjalën kryetarit të partisë për të përshëndetur këtë mbledhje të Këshillit dhe për të paraqitur propozimet për votim në Këshill për të gjitha pozicionet e lartpërmendura. Zoti kryetar, fjala për ju. Së pari, duhet ju informoj se në përputhje me statutin, Kryesia e Partisë Demokratike miratoi propozimet që vijojnë për Këshillin e Diasporës, antarët e diasporës që do jenë në Këshillin Kombëtar. Këto propozime kanë ardhur nga degët, janë plotësuar dhe këtu me ndonjë propozim tjetër, dhe unë duhet t'u informoj ju lidhur me listën e antarëve të Këshillit Kombëtar nga diaspora. Alba Kepi, Itali, Aleksandr Gjufi, Alfred Fizi, Andi Mustafa, apo t'ja u lexoj dhe vendet, pak nushim, Arben Cara, Armand Dervishi, Bardhok Doda, Besa Manaj, Berti Çoku, Besnik Rama, Denis Anelaj, Edmir Çekrezi, Eduard Aliko, Esard Mulaj, Endrit Dako, Erisa Bajaziti, Erion Dasho, Ethem Ago, Fatjon Semanjaku, Gasper Legegaj, Hasan Metuku, Ilirian Proko, Emanuel Çaushaj, Eugene Gjoni, Leard Vasili, Ludovik Tetaj, Melisa Braçi, Milaim Nela, Nureddin Seci, Petrit Fidani, Petrit Tafaj, Shkelzen Rustemaj, Shpen Ndreu, Thimi Grinjoti, Urim Gjata, Valbona Doko, Geraldo Dashi, Julian Hoxha, Juliana Dreshaj, Zekri Picari. Këta janë lista si pas statutit miratohet në kryesi dhe kryesia e miratoj, por thashti t'ju informoj. Tani ne jemi mbledhur këtu në një moment final të përfundimit të procesit të